Shikues të nderuar, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve në televizionin publik Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani kërkon urgjent formimin e Komisionit për Buxhet dhe Financa për të siguruar pagesat dhe stabilitetin institucional dhe financiar të vendit. Në një letër drejtuar kryeparlamentarit Dimal Basha, Osmania kërkon adresimin e vonesave në pagesat e mbi 700 punëtorëve të radio-televizionit të Kosovës si pasojë e mosformimit të komisioneve gjegëse në legjislaturën e re. Në letrën e publikuar, Osmani bën thirrje që grupet parlamentare të gjejnë kompromis dhe të formojnë urgjentisht komisionet e përhershme. Ndërkohë, punonjësit e transmetuesit publik kanë protestuar 3 herë brenda këtij muaji, ndërkohë që Sindikata e Punëtorëve Radio-Televizionit Kosovës nga e hëna ka paralajmëruar grevë 1 orëshe në rast se nuk ka ekzekutim të pagës. Ka përfunduar numrimi votave nga diaspora, atyre me kusht dhe atyre me nevoja të veçanta për balotazhin e zgjedhjeve lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se nga rreth 9.000 pako të aprovuara, mbi 3.000 janë refuzuar për shkak të mungesës të dëftesës së regjistrimit. Ndërkohë, 519 pako nga SBA-ja, Kanadaja, Australia ende nuk kanë ardhur në Kosovë. Gjatë ditës së sotme ka nisur numrimi i votave të ardhura nga diaspora për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave. Pas disa orëve, numrimi i këtyre votave edhe përfundoi. Nga 12.018 pako me flet votime të ardhura nga 22 shtete, 8.932 janë aprovuar. 3.086 flet votime nga diaspora janë refuzuar nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për arsye të ndryshme e arsyeja më e theksuar është se u kanë munguar dëftesat e regjistrimit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka njoftuar se për shkak të largësisë 519 pako nga SBA-ja, Kanadaja dhe Australia ende nuk kanë bërritur në Kosovë. Gjatë ditës së premte është përmbyllur procesi i vlerësimit të 12.018 pakove me fletvotime që janë sjellur deri më tani në Kosovë. Për shkak të largësisë, ende nuk janë sjellur 519 pakot me fletvotime nga kutitë postare në SBA, Kanadë dhe Australi. Vlerësimi dhe numërimi të cilave do të bëhet këto në QNR pasi të arrijnë. Elezi tha se mbi 29.000 shtetas kanë qenë të regjistruar për të votuar përmes postës. Pas numërimit, rezultate do të publikohen në platformën e KSZ-s për rezultate. Po ashtu ju njoftoj se në këtë platformë janë publikuar edhe rezultatet nga procesi i numërimit të rreth 750 zarfeve me fletvotime nga votimi me kusht dhe 1.441 fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Pasi të numërohen edhe votat e tjera me poste, të përfundojnë procedurat e tjera dhe afatet për ankesa, do të shpallen rezultatet përfundimtare të balotazhit të 9 nëntorit. Pilotët e forcave ajrore të Shqipërisë dhe të forcës së sigurisë së Kosovës janë bërë bashkë në një trajnim me qëllim rritjen e gatishmërisë operacionale. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka bërë të ditur se ky program zhvillohet në kuadër të marrëveshjes bilaterale Kosovë-Shqipëri. Kapiteni i Forcës Ajrore të Shqipërisë Adhej Hasani ka nënvizuar se shkëmbimi i përvojave i ndihmon pilotët të përmirësojnë reagimin në situata emergjente. Nesër në Strasburg do të mbahet protesta kundër procesit gjyqësor që po mbahet në Hagë ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për dallim nga protestat e kaluara, për nesër janë përgatitur edhe 285 letra që do të dërgohen antarëve të Asamblesë së Këshillit të Evropës. Kryetari i OVL të UÇK-s, Hysni Gucati, thotë se do të protestojnë për të kërkuar drejtësi dhe për t'u përkujtuar institucioneve evropiane se kanë themeluar një gjykatë etnike mbi gënjeshtrat e ish-senatorit zviceran Dick Marty. Gucati ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive edhe të mërgatës shqiptare në këtë protestë, ndërsa theksoi se do t'u dërgojnë nga një letër të gjithë anëtarëve të Parlamentit të Këshillit të Evropës për t'u dëshmuar drejtësinë e gjykatës, padrejtësinë fakt të gjykatës speciale ndaj ish-udhëhecëve të
UÇK-s. Vazhdojmë tutje me informacionet e tjera të ditës. Nga sot të gjitha automjetët duhet të jenë të pajisura me goma dimri. Policia e Kosovës ka kërkuar nga pjesëmarrësit në trafik që nga sot e deri me 15 mars të posedojnë të gjitha pajisjet dimrore. Sipas ligjit për rregullat në trafik, parashihen dënime për shoferët që ngasin automjetët e tyre pa këto pajisje. Kombëtarja e Kosovës do të përballet sonte me Sloveninë, Dardanet do të përballen me slovenët në ndeshjen e parafundit të grupit B, e cila luhet në stadiumin Stožice të Ljubljanës nga ora 20:45. Ndeshja transmetohet drejt për drejt në RTK. Kosova do të përballet sonte me Sloveninë në ndeshjen e parafundit të grupit B, takim që luhet në stadiumin Stožice të Ljubljanës, me fillim nga ora 20:45. Ky takim ka një rëndësi të madhe për të dyja kombëtarët, veçanërisht për Kosovën, që me një barazim e siguron pozitën e dytë dhe pjesëmarrjen në play-offin për botror. Te Kosova të gjithë lojtarët janë në dispozicion, përveç portierit Arjanet Murić, i cili mungon për shkak të kartoneve, ndërsa synimi kryesor mbetet rezultati pozitiv. Në konferencën për media, trajneri i Kosovës Franko Foda ka theksuar se ndeshja me Sloveninë do të vendoset nga detajet të vogla. Që në ndeshjen e parë në shtëpi kundër Slovenisë, u pa qartë se të dyja skuadrat janë në një nivel. Detajet e vogla do të jenë vendimtare. Ne jemi përgatitur shumë mirë dhe ndoshta do të bëjmë disa ndryshime krahasuar me ndeshjen e parë. Skuadra e cila do të tregoj më shumë energji në fushë, do të funksionoj më shumë si ekip dhe në të gjitha fazat e lojës do të luajmë me intensitet më të lartë, ajo skuadër do ta fitojë ndeshjen. Ndërkohë, Vedat Muriqi është shprehur optimist për paraqitjen e Dardanëve. Me mbrojtjen siç kemi bërë këto tregët e fundit, me mbrojtjen dhe me kundërshërme, po shpresoj dhe besoj që kemi ndryshuar Sloveninë dhe me pas avantazhin e duhur për me shpresuar më shumë për me kualifiku direkt në Kupën e Botës. Pas Slovenisë, Kosova luan me Zvicrën me 18 nëntor në Prishtinë. Administrata Trump planifikon të ulë tarifat e Shteteve të Bashkuara për mallrat nga Zvicra, bëhet e ditur në një njoftim nga Shtëpia e Bardhë dhe Qeveria Zvicerane. Norma e tarifës që SBA-t vendosin për importet zvicerane do të bjerë në 15% nga 39%, e cila kishte qenë ndër taksat më të larta që Shtetet e Bashkuara vendosën për mallrat e çdo vendi. Si pjesë e marrëveshjes, kompanitë zvicerane u zotuan të investonin të paktën $200 miliardë në Shtetet e Bashkuara, me të paktën $67 miliardë investime që do të ndodhin në vitin 2026, sipas një dokumenti të Shtëpisë së Bardhë të publikuar të premten. Në një deklaratë të veçantë, qeveria zvicerane tha se investimet totale do të përfundojnë deri në vitin 2028. Ajo tha gjithashtu se era dakord të ulë tarifat për një gamë produktesh amerikane. Përveç kësaj, tarifat për produktet farmaceutike dhe gjysmëpërquesit nga Zvicra nuk do të kalojnë 15% sipas një deklarate të përbashkët. Kjo vjen ndërsa administrata Trump ka qenë duke shqyrtuar tarifa më të larta për dy sektorët. Orët e dorës, ari i pashkrirë dhe pajisjet mjekësore janë të gjitha ndër mallrat kryesore që Shtetet e Bashkuara blejnë nga Zvicra. Ndërsa ari ishte përjashtuar nga tarifat, orët e dorës dhe pajisjet mjekësore, si dhe eksportet e tjera zvicrane mund të bëhen më të lira për amerikanët. Shtetet e Bashkuara kishin një deficit tregtar prej $38 miliardë me Zvicrën vitin e kaluar, sipas të dhënave të Departamentit të Tregtisë së SBA-s. Para mandatit të dytë të Trump, mallrave nga Zvicra në përgjithësi u ngarkohej një tarif midis 0% dhe 2.5%. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka konfirmuar se do të hetojë lidhjet e dyshuara të financierit pedofil Jeffrey Epstein me banka të mëdha dhe disa demokrat të shquar, përfshirë ish presidentin Bill Clinton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se do t'i kërkojë prokurorës së përgjithshme Pam Bondi dhe FBI-s të hetonin përfshirjen dhe marrëdhënien e Epstein me Clinton dhe të tjerë.
Bondi tha se departamenti do të ndjek këtë me urgjencë dhe integritet. Kërkesa e Trump erdhi disa ditë pasi mijëra email të Epstein u publikuan nga Kongresi i SBA-s ku përfshihet emri i Trump. Demokratët e kanë akuzuar Trump se po përpiqet të shmang pyetjet në lidhje me marrëdhëniet e tij me Epstein. Emailat e publikuar nga Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve të SBA-s përfshin shumë figura të profilit të lartë. Një shqyrtim nga Wall Street Journal zbuloi se Trump u përmend në më shumë se 1600 email. Robert Garcia, demokrati kryesor në komision, tha se Trump po përpiqej të shmangte pyetje të reja serioze që kemi në lidhje me marrëdhëniet e tij me Jeffrey Epstein. Përveç Clinton, Trump tha se i kërkoi departamentit të drejtësisë të hetonte bankat JP Morgan dhe Chase, ish sekretarin e thesarit Larry Summers dhe themeluesin e LinkedIn Reid Hoffman, i cili është gjithashtu një donator i shquar demokrat. Clinton ka mohuar fuqishëm se kishte ndjenjë ndjeni për krimet e Epstein. Kërkesa e Trump vjen përpara votimit të Dhomës së Përfaqësuesve javën e ardhshme, nëse departamenti i drejtësisë duhet të publikojë të gjitha dosjet e tij që lidhen me hetimin ndaj Epstein, i cili vdiq në burg në vitin 2019. Betimi i demokratës Adelita Grijalva në Dhomë të Mërkurën shkaktoi këtë veprim, pasi ajo menjëherë nënshkroi një peticion për publikimin e dosjeve. Në shkrimi i saj ishte i 218 i fundit i nevojshëm për të shkaktuar një votim në sallë. 4 republikanë u bashkuan me demokratët për të kërkuar votimin. Interesi për marrëdhëniet e Epstein u rinovua këtë javë pasi ligjvënësit amerikan publikuan më shumë se 20.000 faqe dokumente nga pasuria e tij, duke përfshirë shumë që përmendin Trump. Kas për këtë edicion të lajmeve, takohemi në edicionin qendror të lajmeve në 19:30. Mirupafshim.